Abstenim, miratohet programi dhe kalendari punimeve të kuvendit për periudhën 19 qershor 8 korrik 2025. Vijojmë me rendin e ditës. Projekt ligji për performancën energjetike të ndërtesave. Referuar nenit 73.2 rregullores, ka pyetje për nismëtarin? Do ta prezantoj Ministri Balla. Ka pyetje apo jo? Fillojmë diskutimin me paraqitjen e projekt ligjit nga nismët. Zoti Bardhi për procedurë. Çfarë procedure kanë? Ministri Balla është këtu. Do prezantoj projekt ligjin. Nuk është ministri apo? Zonja kryetare, së pari ju kërkoj me mirësjellje të mos komentoni çdo deklaratë të deputetëve të opozitës, sepse është shfaqje totale arrogance nga ana juaj që merrni fjalën dhe flisni më shumë se deputeti që ka fol përpara jush. Së dyti, kur deputetët kërkojnë Kur fjalën, më referohet kërkohet përgjigje. Përgjigjen do ta merrni në çdo rast, po. Së dyti, kur kërkohet fjala për procedurë, ju nuk mund na diktoni ne çfarë do themi ne për procedurë. Tani, sipas kushtetutës dhe rregullores së kuvendit, kur prezantohet një projekt ligj, do duhet jetë nismëtari i projekt ligjit. Dhe nismëtari nuk delegon tek një ministër tjetër propozimin e vet. Prandaj ka firmëtar dhe kundër firmëtar që është ministri përgjegjës. Në rastin konkret, ministri përgjegjës është Zeqine Balluku, që ka 3 seanca që nuk vjen, të vinë në seancë dhe t'jap llogari për këtë projekt ligjin që ne të kemi mundësi t'i bëjmë pyetje. Nuk mund na përgjigjet ministri për marrëdhëniet me parlamentin, se unë s'po e pyes për parlamentin, për çështje që lidhen me sektorin e energjisë. Se nuk është as kompetent, as nuk e ka fushë të vetën të përgjegjësisë. Ne pyetjet ja drejtojmë ministrit që ka fushë përgjegjësie atë sektor që përfshin projekt ligji që është çështje në rendin e ditës. Nëse nuk është nismëtari, nuk mund vijohet me shqyrtimin e projekt ligjit, sepse në fazë të parë rregulloria kërkon pyetje nga deputetët për projekt ligjin, që i bëhen ministrit iniciues të projekt ligjit. Nismëtari ka të drejtën të prezantojë projekt ligjin, në rastin kur do të jetë përsëri ministri përgjegjës, dhe më pas vijojmë me debatin. Prandaj ndërprisni seancën, folni me Zeqine Ballukun ku ndodhet në këto momente, dhe të vinë seancë, nuk kap se të fshihet, se nuk mund të fshihet gjatë.